Dëshmori i kombit, Driton nga Niveliu, lindi më 14 gusht 1971 në fshatin Polac të Skënderajt. Fshati i tij njihej jo vetëm për lashtësinë, por edhe për heroizmat, burrërinë, trimërinë, mençurinë e sakrificat që kanë bërë patriot të shquar të këtij mjedisi. Dëshmori i kombit, Driton Veliu, fëmijërinë dhe rininë e kaloi në vendlindje. U rrit së bashku me 4 vëllezërit e 3 motrat e tij. Ishte i treti me radhë. Shkollën fillore e kreu në Polac, kurse të mesmen në Skënderaj. Qysh në fëmijëri shquhej për zgjuarsi, afri, qiltërsi e dashuri. Rritej i shëndetshëm, kishte ndërtim fizik të mrekullueshëm, shikim zhbirues, buzëqeshje të rrallë dhe të veçantë. Me orë të tëra kalonte duke studiuar historinë e popullit shqiptar, e pos historisë, ndikim shumë të madh patën babai i tij Ganiu, nëna Fahria, gjyshi Vehbiu, gjyshja Elhemja, si dha gjallarët Sapriu, Hasani dhe Naseri. Gjyshi i tij ka qenë nip i Ahmet Delis. Në patriotizmin e tij ka ndikuar edhe Oda Shqiptare, ky institucion i rëndësishëm i popullit ton. Kështu ishte brumosur me ndjenja patriotike. Fill pasi mbaroi gjimnazin në Skënderaj, edhe pse i jetshëm për të studiuar, në datën 15 dhjetor 1990, me dhunë e dërguar në shërbim ushtarak në Surdollic të Serbisë. Pas 9 muaj shërbimi, këta oficer serbo-qetnik dritonin dhe shqiptarët që gjendeshin aty i dërguan në vijen e parë të frontit, në Kroaci, ku u zhvillonte luftë shumë e rrept. Dritoni u kishte kuptuar edhe më herët planet e oficerëve serb, të cilët disa herë kishin bërë përpjekje që t'i likuidonin fizikisht e t'i vrisnin shpirtërisht. Prandaj ju afrua secilit ushtar shqiptar, lidhe me ta një marrëveshje të fshehtë për të dezertuar nga ushtria serbo-qetnike vrastare. Pas shumë përpjekjeve dhe shumë sakrificave, Dritoni me shok arrin të kalojnë në anën e forcave kroate. Pas disa ditësh, Dritoni lajmërohet në telefon dhe tregon se është shëndosh e mirë në vendin ku ndodhej. Pas një kohë të shkurtër në Kroaci, me axhin e tij Hasanin kalojnë në Zvicër. Në Zvicër qëndron si azil kërkues plot 7 vite, deri më 12/3/1998. Gjatë këtyre viteve rëndësi të veçantë kishte çështja kombëtare, ku për këtë çështje nuk u ndal kurrë. Mori pjesë në për të gjitha demonstratat që u organizonin aso kohë në qytetet e Zvicrës. Kështu Dritoni ra në kontakt me Agim Ramadanin dhe me shumë veprimtar të tjerë të devotshëm për çështjen kombëtare. Fill pasi që doli në skenë UÇK-ja, Dritoni vendosur që t'u bashkangjitet radhave të saj, kështu që pas betejës në Likoshan e Qirez me 28 nëntor 1998, luftës heroike më 5 mars 1998 të komandantit legjendar Adem Jashari, me 12 mars 1998 Dritoni me shokët e vet e lën Zvicrën dhe kyçën në radhët e UÇK-s. Tër mundin dhe jetën e vet ja fali Kosovës, kështu që me 11/4/1999 ra heroikisht në vijën e parë të frontit, ra dëshmor për të mos vdekur kurrë, për veprën e tij heroike, trimërinë, bujarinë dhe besnikrinë, flasim bashkëluftëtarët e tij të gjallë. Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit shqiptar. Kushtuar dëshmorit të kombit, Driton Veliu, Polac. Polaci i gurve të rënd në shpirt e ka qëndresën, të parët e Hasan Prishtinës këtu e kanë gjenezën. Enderuan vetën janë të sakrificës, në pjedestal emrin janë ngritën Drenicës. Me familjen Veliu, me derën bujare, nderi Drenicës në luftën çlirimtare. Prej regjimit serb gjithë e kemi pësue, në shënjestër familjen të na maltretue. Për hero Dritonin renditim në bukrat fjalë, në ndërvllazën e motra i treti në radhë. Trup të drejt prej atleti, besnikrin e mbante me veti, kurreshtar për dije shkollë, për atë dhe, për ty Kosovë. Për Kosovë për trojet veta, e djeg malli, por si eshka, lam të mirë luksit e Zvicrës, me i bashkue kufijt e Shqipet. Në Shqipërinë nën pas ka shkue, bashk me shokët janë ushtrue, bashkangjitën luftës çlirimtare, shkuan në Kosharen legjendare. Lidhjet ngushta për idealin
e ka tanën Agim Ramadanin. Fjalët e tij ishin betimi se liria nuk ka çmim. Me bashkim e papërqarje me armikun lajm hesape, gjaku jonë është për liri, për flamurin kuqezi. Krenar pliksin me mbajt në ball, do të luftojmë për baballar. Ky pedant shqipe mali në çdo aksion printe i pari. Bashk me trimat shkam graniti, në rast të zogut Gjocaja Siçi. Tu i shemb murin e Berlinit, tu i quë vllaznit drejt bashkimit. Në betejë të Rept të 19 prillit, këtu mbaron lavdia e trimit. Në shkozë të Mulliqit me Sulejman Shalën si dy vllazën të pushkës së të fjalës. Vepra e Dritonit rrezon ndër vite për Kosovën, nan për Shqipërinë e të njëjtë. Unë jam njoftë në shtatorët në 88-ës, me 10 shtatorë kom pas rasin për më njoftë me ta. Pe shtatorët në 88-ës, dhe një ditë para ramës, kemi qenë bashkë me ta. Në datën 11 po vra, njësia e policisë ka qenë ndarë me dysh. Një pjesë ka shku të vende i quajtur Shkoza e Mulliqit ku edhe aty. Dritoni gjatë 7-8 muaj që kom pas rast në ndajt me ta, kemi kalu qasë dhe momente të lundra, ka pas edhe momente të tjithur, mas shumë të mëndajke, që si një kohë gjatë s'kesh qenë në shtëpi, mëndajke problemi i familjes, të unisë edhe problemi i Kosovës në nëntansi, dhe si të mas luftën në Polas, si në gjajke në flatë, dhe pra ti folve. Ditën e parë të konfinit që kemi marrë aksionin, kemi qenë gjithë bashkërisht në lorën të komandantit Xhafer Hashit, kurse ditën e parë kemi luftuar luftimet në atë pikë aty ku po dohet. Me gjesë kemi bërë luftimet aty, kurse me gjesë që ka ardhur edhe është në lajme që komandant Musa Gjakua me njërsinë e vetë që është poshtë atje, ka qenë i rrëthun për i forcave të armiku të më thonës. Edhe mirë vëndetare është lejmua i pari Dritoni edhe syla të ty që në ratë në shporët në direkt. Unë kam shkue, ka ardhë edhe Orin Mehmeti, edhe ka qenë dy kolegë tjerë bashkë e Malia Recep, Bayram Recepi dhe disa tjerë. Kur kemi rrinë vend gjarës atje, kemi rritë ku ka 3 ora. Kjo ka qenë me 9 pritë. Jemi zhvillu luftimet të repta gjatë gjithë natës, edhe me 10 pritë pashtu, kurse me 11 pritë ditë e tillë në ora 15 minuta ka qenë kur Dritoni dhe sylat të ditë janë ra dëshmorë vitë zjarrit. Që kom pas fatin më kom me një njësit në Dritonin, ku unë i kisha thonë kështu Dritoni ka qenë një luftar i fort, një trim, qka o konë ma karakteristike për mu se Dritoni ka qenë pedant, ka pas që më konë i vje shumë mirë, uniform të mirë me pas të pasur, edhe ka pasën beretën e kuqe shumë karakteristike të mirë. është shumë vështirë me folë për Dritonin se ka shumë sene mu të cek, unë i kisha thonë vesh një se nuk ka pritu as në jarë, vesh një pritese ka pasur. Se në mëngjes pritoj kemi marru kafe, e u desh kemi marru na. Trenoni ju si familje, qëfar djalli keni pas, edhe krejt Kosova, qëfar luftari ka pas. Në Dritonin kom kujtimet mira për tina, ka qenë gjithër vezdans, ka qenë gjithër fort, ka qenë shumë i qenë. Lavdi qoftë edhe ju Krenonën. Krenonën Lani ju, bjeni ju, ka qenë gjallë shumë. Unë e ndina në mirë se kam pas shumë Dritonin. Ka shumë.
pas nderin të jem bashkëpunëtor i dëshmuar drejton Vëlia. Me drejtonën jam njoftë e kam taku në Papaj në fillimin e tetorit natë 8-ën. Kem kalu një forë shumë mirë me te. Ashtu e deshti fati se drejton Vëlia heroikisht. Unë e tjenë se mesin e juve. Lavdi qoftë këti e gjithë dëshmorëve, në fillim e pasi udhëheqës të grupit, bëshim të patrullime. Si zakonisht të përmend edhe familjen ka ardhur prej kreative, ka ardhur prej Zvicre, në korrikin që shohin korrikin e 98-s. Ka pas kështu, si me thonë disi, nuk e përmend ke shumë familje. Edhe nuk e. Disi rënë kish raste që rënë të shumë si vetë mu. Rënë të si vetë mu, që kam njerë edhe kështu, edhe të ka, o, bësa cufë ati, ja, në bëshim kështu, neshëm do biseda, kështu.